Pse është mirë për shëndet me ndru vendin ndonjëherë? Ama kur po themi me ndru vendin, nuk do të thotë gjithçysh marrë në vende si kjo prapa meje. Por bën edhe këtu, apo pse jo edhe në vende të tjera si kjo këtu. Pra kudo që mundet njeriu me dal, edhe me ik pak rutinës së tij të përditshme. Duke u nis prej vetes, po ju tregoj 3 benefite që i vreta pas një shëtitjeje të vogël. Numër 1, mirëqenia mentale. Planifikimi edhe paramendimi i udhëtimi e ul nivelin e stresit si dhe e përmirëson disponimin tek njeriu. Ndrimi i vendit të largon prej stresorëve të përditshëm, por edhe të ekspozon ndaj situatave të reja edhe të panjohura të cilat të zgjojnë kurreshtin. Kur je në një vend të ri, je 100% prezent. Gjitha shqisat e tua çojnë informacione drejt kurrit dhe rrjedhimisht kontribojnë në procesin e neuroplasticitetit e si pasojë mbahet truri pra më aktiv dhe më vital. Në 2 janë efektet fizike. Një prej benefiteve të ndrimit të vendit është edhe dëshira apo kurreshja për eksplorim, e si efekt anësor pozitiv i saj kisha me qujt, është edhe ecja e tepër. E në gjithë të dim efektet pozitive që i ka ecja, duke fillu prej menaxhimit të rezistencës insulinike, obezitetit e deri tek promovimi një shëndeti më të mirë kardiovaskular. Vlen të përmendet që personat që shëtisin dhe udhtojnë më shumë janë më pak të rrezikuar nga vdekja nga infarkti i zemrës. Një benefit tjetër nga aspekti fizik është edhe gjumi më i mirë, për shkak të ecjes së tepërt, por edhe për shkak të një ambienti më pak stresogjen, shumica e njerëzve flajnë më mirë kur janë në një shëtitje apo në një udhëtim. Benefiti numër 3 i ndrimit të vendit është fitimi i eksperiencave të reja për shkak të përballjes me situata të ndryshme të panjohura. Për shembull, un kam pak fobi penalsive, po ja ku jemi. Por edhe nga aspekti i pasurimit kulturor, për shembull po ta rastin me vizitu qytetin Koblenz në Gjermani, i cili është një ndër pak vendet ku brenda vetë qytetit bashkohen 2 lumenj të mëdhenj pranë një pikë. Në atë që emërtohet si Deutsches Eck apo cepi i Gjermanisë. Pra për mirëqenie mentale, benefite fizike, por edhe për eksperienca të reja, del shëtit edhe ndro vendin ndonjëherë.